Kur e pash në zyrë me dritorin, mendja sa nuk më ra. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë këtë herë një histori shumë të dhimbshme. Dhimbja dhe lotët të një burit i cili po përjeton një traumë në jetën e tij. Historia është e tmerrshme, është e pabesueshme për fenomenin burr që të përballon gjëra të këtilla, por e gjitha kjo lidhet nga një gabim që ai ka bërë në jetë. Domethënë pasurinë e tij, shtëpinë, makinën dhe disa gjëra të konsiderueshme në jetë ja ka shkruar gruas së vet. Dhe gruaja sot po bën një diçka që ne nuk donim që ta dëgjojmë. Mirëmbrëma Tiranë. Po ndaj këtë histori të dhimbshme dhe këtë letër që uroj të mos më keq kuptojnë shqiptarët që do ta dëgjojnë. Gëzohem që është hapur kjo dritare, që ne t'i themi hallet tona, qofte edhe pa figurë. Unë them që kam bërë gabimin më të madh në jetë, po e kam bërë. Unë nuk e dëgjova babain tim kur më bërtiste që mos nënshkruaj që pasurinë tënde ta merr gruaja, ndërsa unë besimin më të madh e kisha te gruaja ime, sepse e quaja partnere të jetës, dhe me partneren që në momentin kur ti e jep betimin, gjërat ndahen përgjys. Fillimet tona të martesës ishin shumë të bukura. Unë punoja, shkoja në shtëpi, lindi vajza e parë, lindi djali, ishim aq të lumtur sa që nuk diskutohet. Mundohesha çdo ditë, çdo natë, ndoshta nga vetja ime të ndaj, vetëm e vetëm për t'i bërë të lumtur familjen time. Në fillim jetoja me prindërit e mi. Ishim 4 persona, pastaj u bëm 5 edhe 6. Ishim të lumtur, por me kalimin e ditëve, nusja ime ndjeshte në siklet. Dhe nuk ishte fare e kënaqur pse ne jetonim bashkarisht. U mundova që ta mirëkuptoj. Në një farë mënyre prindërit e kuptuan që ne në dhomën e gjumit grindeshim për to, por e heshtën si histori. U munduan që të mos të nxjerrin za. Një ditë vendosa që të ulem me to, të flas dhe t'ju tregoj që ne kemi vendosur që të dalim në një banesë. Fillimisht një herë doja që të dalim me qira, por prindit gjithmonë i dhimbsesh. Ati i djegën shpirti. Baba im me ato pare që kishte të kursyera dhe me një kredit të vogël, u mundua që të më blente një banesë. Aty shtova lek edhe unë dhe plus ngrita edhe unë një kredi që të bënim shumën për të cilën duheshte paguar banesa. Duke e patur shtëpin 3 katë, unë po bleja banesë. Nëna ime kur më përcolli ditën e fundit më tha, nuk ka rëndësi për ne. Rëndësi ka që ti të jesh i lumtur, edhe duke qenë një djalë i vetëm, duke mos patur njeri se kush të kujdesej për ato prindër. Ditët kalonin, mua malli po më shtohej. Në fillim prindërit vinin tek unë, ndërsa fëmijët filluan që të rriten, nusja ime nuk i dëshironte prindërit në shtëpi. Ndërsa unë nuk isha gojën për të folë. Nuk mundesha gojën të hap, sepse niste panika e madhe. Kur në punën tonë erdhi inspektoriati, unë nuk i kisha paguar 2 muaj kredit, u trëmba se mos ma merr shteti banesën dhe të gjithë pasurinë time ja shkruajta gruas time. Baba im më është lutur që mos të bëja një gabim të tillë, por unë e bëra. E bëra pa e menduar 2 herë që nesër ndoshta mund të mbetesha në rrugë.
Prej asaj dite që gruaja ime mori të gjitha pronësitë, marrëdhënia jonë ndryshoi krejtësisht. Nga muaj tjetër, ajo kërkoi që të punësoheshte. Dëshironte të punon si shoqet e veta dhe të nxirrte lek që të shtunave në mbrëmje të argëtoheshte me shoqërinë e saj. Për mua ishte një tmerr i vërtet. Lëre një herë që turpi nga shokët, që më e kishin kuptuar se në çfarë jete jetoja, po edhe turpi nga vetja, se në ç'terregje i solla prindërit e mi. Po kush ja ndalte dot asaj? U punësua. U punësua dhe të gjitha lekët që i merrte i çonte për qefet e saj. Ble roba, ble taka, ble make-up, çdo gjë që atë e shijonte. Ndërsa unë vetë e kurosesha, vetë gatuaja për veten time, ajo ishte një njeri që kur bërtiste duheshte ta dëgjosh. Ditët i shtyva në atë formë, derisa e vërteta më vrau pafund. Rroga e saj rriteshte çdo muaj më shumë. Nuk e kuptoja si ndodhin këto gjëra. Thoja hajtë e keqe mund t'jetë, po nuk mund të bën një tradhti. Rastësisht një ditë pa informuar i shkoj në zyrë. Doja thjesht ta takoj, ta thras për një kafe dhe pasi të mbaronim kafen, të iknim t'i merrnim fëmijët e shkolla. Kur e pash në zyrë me drejtorin, mendja sa nuk më ra. E mbylla derën edhe u largova. Ajo mua nuk më pa. I pash duke u puthur në buzë. T'ja thoja babait tim si t'ja thoja. T'ja them nënës time si t'ja them. Bisedova me një shokun tim. Kur u kthye ajo në shtëpi, isha i mllefosur sa që doja që ta vrisja, por nuk e kisha guximin, edhe ja thash të vërtetën. Ajo më tha bëja si të duash. Ndatshëria ndaç largohu. Dashuria ime për ty ka vdek. Unë e dua atë dhe çdo pronë është e imja. E vetmja gjë që më mban në këtë shtëpi është gabimi që kam bërë. Më vjen turp të kthehem në shtëpinë e babait, sepse babai sot është 82 vjeç. Edhe në moshë të thyer, la çdo gjë për të më ndërtuar mua pasurinë. Dhe unë të kthehem në shtëpi, vetëm sepse gruaja ma bëri këtë tmerr, nuk e di se si do ta përballon babai. Jam në hallin më të madh. Ndonjëherë i them vetes që mbylli syt edhe vazhdo kështu, bëje këtë gjë vetëm për hatër të fëmijëve, por shpirti nuk më mban. Në të vërtetë, unë nuk e di se çfarë të bëj.